Vitet kalojnë, justifikimi dhe autorët mbeten të njëjtët, edhe pse kanë pësuar një humbje të turpshme në zgjedhjet e mbajtura 4 ditë më parë. Asnjë nga partia demokratike nuk pranon të mbajë pjesë të përgjegjësisë për humbjen. Për te i parregullsive dhe problematikave të cekura edhe nga raporti OSBE-Odirit mbi përdorimin e administratës dhe presioneve, një humbje me një diferencë aq të thellë nuk mund të justifikohet thjesht me këtë pretendim. Shkaktarët e vërtetë të kësaj humbje ndodhen brenda mureve të SLS-PD-s dhe ata e dinë mjaft mirë kush janë. Njëjtë siç thotë edhe ajo shprehja e urtë popullore, ujë kuqime në ndërron, por zakonin se harron. Ashtu edhe kupola drejtuese e PD-s dolën para mediave pa asnjë pikë përgjegjësie apo respekti për demokratët që u kanë besuar prej vitesh dhe akuzuan kundërshtarin për humbjen e tyre. I pari ishte sekretari i përgjithshëm i PD-s Flamur Noka, i cili kishte të njëjtin qëndrim për humbjen e zgjedhjeve si Sali Berisha. Përveç se ja hodhi fajin Edi Ramos ju hakrye gazetarëve duke akuzuar pronarët e tyre se janë të tredhur. Kjo solli edhe përplasjen me gazetarët të cilët në fund u detyruan të largojnë mikrofonët. Masakra ka vetëm një emër, masakër, para, banda, krimi organizuar, drogë. E gjithë administrata në shërbim të votuesve, si shpjegohet që një qeverisje keqem keq shkon dhe lartëm lart me vota? Si e shpjegoni ju që rritet vjedhja pafund, rritet krimi dhe këta shtojnë votat, kanë bler 10 mira karta për të ndenjur qytetarët në shtëpi. Më thoshte një miku im kryetari një dege në Selenic, po e pyesja për një fshat që unë e di që janë të djathtë. I thash si shpjegohet, i thira gjithë ditën në telefon, nuk më erdhën. Kur të nesërmen takova njërin nga antarët e fisit, më tha më erdhën dhe më dhanë 10.000 euro, më thanë mos dil në votim, 10.000 euro për fisin, tha Noka. Drejtuesi politik i PD-s për qarkun Elbasan, të moralizoti, teksa po hynte brenda selis për takimin e thirrur nga Berisha, zbuloi se humbja përballë PS-s kishte ndryshuar tashmë mendjen për deklaratën e thënë parafushatës, do i hatë gjallë patronazhistët dhe socialistët. Po tani pas humbjes së PD-s çfarë do të bënja, do i hani të gjallë socialistët, u pyet ai nga gazetarët. Jam bërë vegetarian, u përgjigj shkurt Elizoti. Nga ana tjetër, kandidati i vetëm fitues nga Aleanca për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Gjirokastrës, Tritan Shehu, deklaroi para selisë së PD-s se regjimi do të përmbyset me lëvizje popullore, duke u rikthyer te pretendimet e para pak muajve. Regjimi do përmbyset me lëvizje popullore, nuk ka rrugë tjetër, thaj, ndërkohë që vetë Berisha në mbledhjen e thirrur me drejtuesit e qarqeve mbrëmjen e djeshme, tha se Rama me regjimin e tij vodhën në mënyrën më brutale zgjedhjet. Ai rendit bonusin ndaj pensionistëve, përdorimin e administratës dhe bandat si shkaktarët e kësaj humbje turpëruese, por kurse si në asnjë moment fajtori nuk e gjente vetja dhe kupola e PD-s që e rrethon.